Pedonalja në zonën turistike të Shirokës është dëmtuar ndjeshëm. Në pedonale janë krijuar gropa të mëdha që po kthehen në një shqetësim serioz për qytetarët dhe vizitorët. Gjendja aktuale vështirëson lëvizjen jo vetëm për këmbësorët, por edhe për automjetet që qarkullojnë në këtë zonë. Qytetarët shprehen të shqetësuar për sigurinë dhe imazhin e zonës, duke kërkuar ndërhyrje të menjëhershme nga institucionet përgjegjëse. Shifen në shqyrtir që është një defekt. Makinat të vujda këshina ka vapun vetë, banë akimotit një punë një ka batë qëllësore dikur, edhe ka ndiku për sëtë. Gropat është sa kopën është, po shqetësu se tësh a duhet me nërhy duhet, po duhet me gjithë kohën për me nërhy, se ai po nërhyn tësh e prishit prapë ma vonë. Shëtitoria në Shirokë që është një nga pikat më të preferuara turistike, po degradon dita ditës për shkak të mungesës së mirëmbajtjes dhe ndërhyrjeve të nevojshme. Qytetarët thonë se riparimi i pedonales dhe infrastrukturës përreth është i domosdoshëm për të garantuar sigurinë, për të lehtësuar qarkullimin dhe për të ruajtur vlerat turistike të Shirokës.